Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka bërë thirrje qeverisë të mobilizohet në terren për përballimin e situatës së përmbytjeve. Basha tha se situata është rënduar për qindra familje në jug të vendit, ndërkohë ai kërkoi ndërhyrjen e strukturave shtetërore për të shmangur viktima në njerëz. Kryetari i opozitës shprehu ngushëllime për familjen e Luanqarit, i cili humbi jetën si pasojë e rrëmbimit të ujit. Disa orë më vonë ishte deputeti demokrat Arben Ristani, i cili ripërsëriti thirrjen ndaj qeverisë për të marrë masa për përballimin e situatës së përmbytjeve. Ne i kërkojmë kryeministrit Rama të lërë keqardhjen për ndeshjen e futbollit dhe të heqë dorë nga shfaqjet mediatike edhe në këto orë të vështira për bashkëqytetarët tanë. Të marrë çdo mas përpara se të jetë vonë që të mos ndodhin fatkeqësi të tjera. I kërkojmë qeverisë të zbresë menjëherë në terren, aty ku qytetarët, familjarët, fëmijët moshuar, burra dhe gra janë mbuluar nga uji dhe balta. Por deklaratat e Selis Blu kanë sjellë reagimin e kryeministrit Rama, i cili në rrjetin social Facebook shkruan: Vaj me det PD që bën politik dhe me shiu në uqan hallet njerëzve nga streja e Shqupit, për qeverinë e keqe që nuk u kufizon prurjet e shiut.